Pjesa e parë, tokë e pazbuluar. Jetojmë në tokë, por nuk e dim se ku jetojmë. I lutem shihni videon me vëmendje deri në fund, që të kuptoni të vërtetën e tokës dhe hapësirës që na rrethon. Sepse nuk thuhet e vërteta se ku jetojmë në të gjithë. Toka, hëna, dielli, planetët dhe yjet janë komplet ndryshe në hapësirë. Shkenca thot 9 planete rrotullohen me gravitetin e tyre rreth diellit. Flitet për gravitet e planetesh. Çfarë është graviteti? Forcë shtytëse dhe tërheqëse, thjesht është si magnet. Graviteti nuk ka forcë shtytëse ose tërheqëse, larg vetës, ma tepër se sa janë vetë planetet të mëdhenj. Kjo është praktika gravitetit me largësinë e tij prej vetës. Marrim si shembull tokën. Në mes të tokës dhe diellit hyn 215 diej larg njëri me tjetrin. Vetë toka e rrumbullakët është shumë larg diellit. Graviteti midis tokës dhe diellit nuk do kishte fuqi me mbajt tokën rreth diellit, nga largësia shumë e madhe që ka toka me diellin. Po 6 planetet tjera që janë shumë më larg diellit se toka, si mundën me pas gravitet me diellin 6 planete? Shkenca thot, dielli është lëmsh i zjarrt i ndërtuar. Toka dhe planetet janë të ndërtuara prej guri e dheut. Si mundën të kenë gravitet me diellin, toka dhe planetet që janë prej gurit e dheut të ndërtuara? Sepse zjarri nuk ka forcë graviteti brenda vetës. Formula e zjarrit është: djeg gjithçka brenda vetës dhe jep fund atij. Zjarri lëshon rreth vetës vetëm dritë dhe nxehtësi. Graviteti brenda diellit të zjarrt do ishte i vdekur. Sa funksione kryen graviteti në tokë sipas shkencës? Toka rrotullohet rreth vetës dhe rreth diellit, mban tokën njërin anë diagonal rreth diellit dhe ruan tokën mos bashkohet me planetet. Mban hënën afër tokës, mban ujin rreth tokës, mban gjithçka çfarë ka toka mbi sipërfaqen e saj e tjera si këto. Çfarë është ky gravitet me shumë funksione? Graviteti ka fuqi vetëm me ato që krijohet, me ato që shtyhet dhe tërhiqet graviteti përsëri, me zjarrin, ujin, plastikën, drurin, njeriun e tjera si këto. Graviteti nuk ka asnjë lidhje, sepse të gjitha këto që përmendëm më lart janë sipër tokës së rrafsht dhe i mban vetë rrafshi tokës sipër vetës. Disa shembuj që vërtetojnë gravitetin e vërtet. Në rrafshin e malit qëndron lirisht aty. Po të zbresim anash malit, rrëzohena. Përse rrëzohena anash malit? Në rast se na tërheq toka ose na mban gravitetin e tokë, do na kishte mbajtur graviteti edhe anash malit pa u rrëzuar, sepse aty në mal jemi në tokë. Mali është pjesë e tokë, me male, kodra dhe fusha është e përbame toka. Një provë bindse, pjerësia maleve që janë në very pole është e barabartë me pjerësinë e ekuatorit dhe poshtë deri në jug. Si është e mundur që ekuatori dhe poshtë nga jugu na ban gravitetin në tokë, ndërsa në pjerësinë e malit rrëzohena? Praktika anash malit kur rrëzohena dëshmon se vetë toka është e rrafsht dhe rrafshi i saj na mban sipër vetës. Anash malit jemi diagonal dhe bijem poshtë dhe rrëzohena. Po ta mbante graviteti njeriu mbi tokë, ne do të ndëgjojshim veten shumë më të ngjeshur mbi tokë. Jo kaq lirshëm sa jemi mbi tokë. Vetëm pesha e trupit ton na rëndon mbi tokë sepse jemi sipër tokës së rrafsht dhe jemi të lirshëm sipër tokës. Sigur ta shihnim tokën pa ujë. Toka nuk do të kishte këtë pozicion që thot shkenca. Veriun lart, jugun poshtë, ekuatorin në mes, sepse oqeani paqësor është i madh sa gjysma e tokës. Kjo pjesa e tokës shtrihen nën ujin e oqeanit paqësor, ja prish formën në rrumbullakët të tokës. Toka shikohet si gjysmëhën, vetë pesha e tokës, në anën tjetër nga Azia, Europa, Afrika dhe 3 kontinente që janë mbi nivelin e ujit, do kishin kthyer tokën në një pozicion të ndryshëm. Poli i veriut do të ishte në mes të oqeanit paqësor, poli i jugut do të ishte në Afrikë, ekuatori do të ishte në mes polit të jugut dhe polit veriut. Po do ishte toka rrumbullakët, këtë pozicion do ta kishte toka sot, jo këtë pozicion që thot shkenca. Kush e lëviz ujin e tokës lart e poshtë baticë dhe zbaticë? Shkenca thot, hëna tërheq ujin e tokës drejt vetës. Uji mbi tokë bëhet rreth tokës si formë vezake. Kjo krijon baticën dhe zbaticën e ujit mbi tokë. Kjo është absurde që thot shkenca, sepse hëna është 4 herë më e vogël se toka. Si ka mundësi hëna tërheq ujin e tokës drejt vetës? Po të ndodhte kjo, më të vërtet hëna do na kishte tërhequr edhe ne drejt saj. Sepse kjo do të thotë se graviteti i hënës është shumë më i fuqishëm se graviteti i tokës, sepse uji i tokës në tokë është larg hënës sa 33 toka larg hënës. Edhe sikur të ishte hëna e madhe sa Jupiteri, nuk do të kishte ndodhur tërheqja e ujit nga hëna, sepse graviteti i tokës me gravitetin e hënës nuk kanë lidhje me ujin e tokës. Uji i tokës është sipër tokës në nivel drejt dhe të rrafsht.
e vërteta është ndryshe. Gjithë ujin që ka toka, sipër vetes, lëviz ujin në tokë lart dhe poshtë deri në 2 metra. Hëna është planeti më i afërt i tokës. Gjatë rrotullimit të saj rreth tokës, hëna ul tokën pak poshtë në njërin anë, me gravitetin e saj shtys që ka hëna me tokën. Ujin e tokës çohet dhe mbi tokë, sepse uji don që të jetë në nivelin e vet të rrafsht drejt dhe sipër tokës. Majtas së djathtas aty ku hëna është drejt mbi tokë. Uji ulet poshtë nga toka, sepse uji dhe toka shkojnë andej ku hëna e ul tokën pak poshtë në njërin anë. Hëna, duke u rrotulluar rreth tokës, nivelin e ujit çohet ndal mbi tokë, aty ku hëna është drejt vertikal mbi tokë. Vetë hëna vërteton baticën e ujit mbi tokë. Kur hëna është nga ana e jugut, niveli i ujit në tokë çohet lart. Kur hëna është nga ana e veriut, uji çohet më pak nga toka, sepse poli i veriut është mesi i tokës, poli i jugut është mbarimi i tokës tonë. Poshtë nga poli i jugut, hëna e ul tokën më poshtë në njërin anë, uji çohet më lart nga toka. Kjo e vërteton ujin e tokës që lëviz baticë dhe zbaticë mbi tokë të rrafsht. Graviteti nuk ka lidhje me ujin e tokës. Toka e rrafsht dhe graviteti i saj i vërtet. Toka është ndërtuar prej 3 elementeve, prej gurit, prej dheut, në sipërfaqet e saj dhe është e mbuluar me akull. Këto 3 element janë të bashkuar bashkë që formojnë tokën gjigante. Me ardhen e diellit sipër tokës, dielli shkriu akullin dhe rikthej në ujë, deri në Antarktide. Uji u nivelua rrafsh sipër tokës. Toka që ishte mbuluar me akull doli sipër ujit, kjo pjesë e tokës që ne jetojmë sot. Pjesa tjetër e tokës, shumë e madhe në Antarktidë, e poshtë mbeti akull pa u shkrirë, sepse dielli nuk e ndriçonte pjesën e poshtme të Antarktides. Hëna, dielli, planetët dhe yjet janë afër njëri me tjetrin dhe sillen rreth tokës gjigante. Graviteti mban të lidhur bashkë planetet njëri me tjetrin rreth tokës gjigante. Planetet rrotullohen rreth tokës 1600 km/h. Toka rrotullohet rreth vetes 112 km/h në mes të gjithë planeteve. Forca e gravitetit nuk shikohet, nuk preket, nuk ndëgjohet. Forca dhe gjithçka kalon në anën tjetër, drurin, plastiken, xhamin, zjarrin, ujin, njeriu në shumë të tjera si këto, pa i prishur ato. Vetëm hekuri e thyen forcën e tij, sepse graviteti në tokë krijohet nga hekuri. Me ato që krijohet ka lidhje me forcë shtytëse graviteti, përsëri, dhe kjo është praktika e tij vepruese. Me të tjerat që përmendëm më lart, graviteti nuk ka lidhje, sepse toka dhe planetet janë të ndërtuara prej guri dhe dheu. Vetë guri dhe dheu kanë shumë përqindje hekuri brenda vet, për shkak se hekuri që ka toka dhe planetet brenda vetes krijohet graviteti shtytës dhe tërheqës midis tyre, dhe i vën në lëvizje gjitha planetet që rrotullohen rreth tokës gjigante. Ky është graviteti i rregullt në hapësirën e planetit ton. Shkenca jon, kur të flasësh për gravitetin, duhet të njohësh mirë ligjet dhe formulën e krijimit të tij, se kush e krijoi gravitetin në hapësirë. Vërtetimi i tokës që rrotullohet rreth vetes 112 km/h. Nga Roma në New York bëjmë 9 orë me avion. Nga New Yorku në Rom bëjmë 8 orë. Nga New Yorku në Sydney, Australi bëjmë 23 orë. Nga Sydney në New York bëjmë 21 orë, e tjera si këto. Kur udhtojmë nga perëndimi ose në veri, na merr më shumë kohë. Kur udhtojmë nga lindja ose në jug, na merr më pak kohë. Përse ndodh ky ndryshim orësh me avionin në të njëjtën largësi në tokë? Arsyeja është kjo. Toka rrotullohet nga perëndimi 112 km/h. Avioni e ka shpejtësinë 850 km/h. Kur shkojmë nga New Yorku në Rom, ne lëvizim nga perëndimi në lindje. Roma i afrohet avionit sepse Roma po rrotullohet nga perëndimi bashkë me tokën. Bën avioni 8 orë të shkojë në Rom. Kur vim nga Roma në New York, ne udhtojmë nga lindja në perëndim. Edhe toka rrotullohet nga perëndimi 112 km/h. New Yorku i largohet avionit për 8 orë udhtim. Ja shton edhe 1 orë avionit më shumë. Bën avioni 9 orë që të shkojë në New York nga Roma. Kjo është shpejtësia tokës, 112 km/h, që vërteton të vërtetën e saj. Po të ishte shpejtësia tokës 1600 km/h, shpejtësia avionit do të ishte 850 km/h. Dhe si është e mundur që avioni të lëtë tokën mbrapa vetes, me shpejtësinë më të ulët se toka, sepse Roma bashkë me tokën do ishin rrotulluar më shpejt se avioni. Prandaj, avioni do kishte bërë 24 orë a më shumë të shkojë në Rom nga New Yorku. Për të kthyer mbrapa nga Roma në New York, avioni do kishte bërë vetëm 4 orë, sepse avioni po udhton nga perëndimi. New Yorku rrotullohet bashkë me tokën nga lindja 1600 km/h. Toka ja shkurton shumë distancën avionit me rrotullimin e saj. Kjo do të ishte e vërteta po të ishte toka rrumbullakët. Shkencë, nëse don të zbulosh një të vërtet, duhet të shohësh praktikën e tyre për para se të flasësh, atëherë e zbulon 100% vërtetën e saj. Prova me 2 avion që vërteton tokën e vërtetë. Një avion në Ekuador dhe një avion në jug. Të 2 avionet të fluturojnë nga perëndimi në njërin orë me të njëjtën orë shpejtësie rreth tokës. Nëse toka është rrumbullakët, avioni i jugut do vinte
më shpejt tek vendi ku nisen avionat, sepse jugu e ka më të shkurtër rrotullimin se Ekuadori. Nëse toka është e rrafsht, avioni i Ekuadorit do bëj më të shpejt se avioni i jugut, sepse avioni i Ekuadorit e ka rrotullimin më të vogël. Me 2 avion vërtetohet e vërteta e tokës. Shkenca, mas shumë kohësh, bën këtë provë me 2 avion dhe të mësosh të vërtetën e tokës se ku jetojmë ne të gjithë. Pjesa e dytë. Hëna shikohet me 2 ngjyra drite, e bardhë dhe e zezë. Çfarë është e zeza e hënës? Shumë vite më parë shkenca ka thënë se janë malet e hënës që krijojnë hije të zeza prej dielli. Sot thuhet ndryshe. Pas ka qenë 2 hëna rreth tokës, janë bashkuar bashkë njëra me tjetrën duke krijuar një hënë. Kjo është e zeza e hënës sot sipas shkencës. Çfarë lidhje ka e zeza e hënës me bashkimin e 2 hënave? Kush i pau 2 hëna rreth tokës? Ku janë provat? Askush nuk i pau. Thënia e parë e shkencës. Vetë thatë, vetë nuk e besuat. Po të dytën, si ta besojmë? Sepse zeza hënës ka një arsye tjetër drite. Përpara dritës së diellit në hapësirë, është një dritë tjetër që jep dritë në hapësirë. Hëna, planetët dhe toka marrin ngjyrë të kuqe nga kjo dritë. Këtë dritë që marrin edhe i kthejnë të gjithë mbrapa vetes tek njëri tjetri. Toka rrafsh ka 3 herë më shumë ujë se sa toka në sipërfaqe të saj. Toka që është sipër ujit me 6 kontinente të veta bëhet me ngjyrë të kuqe dritë. Ujit e tokës mbeten ngjyrë e bardhë drite. Toka dritën e vet e rikthen mbrapa vetes në sipërfaqen e hënës, ashtu siç është edhe toka vet me 6 kontinente të saj në tokë. E zeza e hënës merr pamjen si të tokës tonë. Vetë hëna vërteton të zezën e saj nga e merr. Po ta shohim hënën me vëmendje kur hëna është e plot, njollat e zeza në sipërfaqen e hënës shihen si pamje të 6 kontinenteve të tokës tonë. Rrotullimi që bën hëna rreth tokës, e zeza e hënës rikthehet me atë pozicion si janë 6 kontinentet në tokë, sepse zeza e hënës është hija e tokës, që toka ka rikthyer dritën e vet në sipërfaqen e hënës. Drita e diellit e fuqishme mbulon çdo dritë tjetër në hapësirë dhe shikon vetëm dritën e diellit. Kjo është e vërteta e hënës me njollat e zeza të saj. Ta kuptosh hënën dhe të merresh me studimin e saj, kupton gjithçka në hapësirën tonë, sepse hëna vërteton shumë gjëra në hapësirë. Duhet i pyes gjithë astronautët në rast se kanë shkuar në hënë. A shikohet toka prej në hënë si toka e re, dhe toka vjetër njësoj siç shikohet hëna e re, dhe hëna vjetër prej në tokë? A bën dritë të fuqishme toka hënës, sepse hëna i bën dritë tokës? Përgjigjja është jo, sepse hëna është sipër tokës së rrafsht dhe toka e rrafsht nuk ka shans që të bëjë dritë të fortë hënës. Kjo është arsye. Shkenca thot, largësia e hënës prej tokës është 33 toka larg. Prej në hënë shikohet uji i tokës blu. Prej në hënë shikohet kontinentet ashtu siç janë në formën e tyre në tokë. Prej në hënë shikohen erret të bardha. Prej në hënë shikohet toka poshtë hënës, sikur po e shikojmë tokën nga avioni. Ky shikim i pastër që shikohen toka prej në hënë tregon se hëna është shumë afër me tokën, sepse prej në tokë, kur shikohet toka e hënës si tokë e pastër, hënën e shikojmë si dritën e bardhë, sepse hëna është shumë afër me diellin dhe hëna është sipër tokës së rrafsht. Kjo është arsyeja pse hëna shikohet me dritë të bardhë. Eklipsi i tokës dhe i hënës vërteton tokën e rrafsht. Shkenca thot, toka rrotullohet rreth vetes 1600 km/h. Hëna bën 29 ditë e gjysmë rrotullim rreth tokës. Dielli nuk lëviz, sepse këto rrotullohen rreth vetes. Po të ishte kjo e vërtetë, që thot shkenca, praktikat eklipsi do ishin ndryshe. Kur ndodh eklipsi në tokë, hëna do fillonte të mbulohej dielli në anën e lindjes, jo nga ana e perëndimit. Edhe hija e hënës që krijon hëna në tokë do fillonte hijen nga ana e lindjes, jo nga ana e perëndimit. Kjo është praktika e eklipsit, po të ishte toka rrumbullakt që rrotullohet rreth vetes 1600 km/h nga ana e lindjes. Toka e rrafsh vërteton eklipsin e vërtetë. Dielli rrotullohet rreth tokës 1600 km/h. Hëna rrotullohet rreth tokës 1500 km/h. Toka rrotullohet rreth vetes 112 km/h. Dielli, hëna dhe toka të trija rrotullohen nga ana e perëndimit. Ne rrotullohemi avash me tokën. Hëna është në mes tokës dhe diellit. Shikohet hëna që fillon me mbulu diellin nga ana e perëndimit. Vazhdon hëna duke mbuluar diellin nga ana e lindjes, sepse dielli është sipër hënës. Kalon hënën me shpejtësinë e tij, me shpejtësi se hëna. Është hija e hënës që krijon mbi tokë dhe fillon nga perëndimi dhe shikon hija drejt lindjes. Kjo është toka rrafsh që vërteton 100% praktikën e eklipsit të saj, sepse dielli rrotullohet më shpejt se hëna lart në hapësirë. Diçka tjetër për eklipsin. Kur hëna është
Pas tokës, drita e diellit nuk i bjen hënës. Ngjyrën e kuqe, ku e merr hëna që është hëna në terrin e tokës, shkenca thot, terri i tokës bëhet i kuq për i dritës së diellit. Kjo e bën hënën të kuqe. Shkenca nuk i kupton gabimet e veta që thot, sepse po të ishte kjo vërtet, do shikohet edhe hija e hënës së kuqe kur hëna mbulon diellin e tokës, sepse është e njëjta gjë e barabartë, si toka si hëna kur mbulon diellin njëra me tjetrën. Të dyja do shikojnë hijen e tyre të kuqe. Hija e hënës nuk bëhet e kuqe, si u bë ka hija e tokës e kuqe. Absurde të thuhet kjo nga ana shkencës, sepse ngjyra kuqe që krijohet në hënë ka një arsye tjetër drite. Përpara dritës së diellit, lart në hapësirë, është një dritë tjetër që jep dritë. Hëna dhe planetet marrin ngjyrë të kuqe nga kjo dritë. Kur hëna ka eklipse, vetë hëna kalon në terrin e diellit për disa orë. Shikohet hëna kuqe në terrin e diellit, sepse hëna është e kuqe përpara se t'i bjerë drita e diellit hënës. Kjo është arsye pse hëna shihet e kuqe. Shkenca thot, hëna është 4 herë më e vogël se toka. Eklipsi i hënës dhe i tokës nuk e vërteton mallësinë e tokës dhe të hënës që kanë njëra me tjetrën. 1 me 4 herë mallësinë e tyre. Arsye është kjo. 21 gusht 2017, Amerika pati eklips. Hëna, 4 herë më e vogël se toka, e bëri terr komplet North Carolina. Në bazë të mallësisë që ka toka, raport me hënën 1 me 4 herë mallësia e tyre, do të ishte bë dhe toka hijen e vet në hënë 4 herë më të madhe se sa bëri hëna hijen e vet në tokë. Toka, 4 herë më e madhe se hëna, kur nuk ka shanse që të mbulojë hënën me eklips komplet. Sepse hëna është më e madhe se North Carolina 500 herë më shumë. Kjo është praktika dhe formula e eklipsit midis tokës dhe hënës. Prandaj, shkenca e gabuar për para se të flasin për eklipsin, kontrolloni mirë mallësinë e tokës dhe të hënës, sepse nëse nuk zbatohen mirë praktikat e eklipsit, ashtu siç janë planetet vetë të mëdha, praktika atyre ju bllokon dhe ju qet të metë, sepse hëna është shumë herë më e vogël se toka. Largësia e hënës prej tokës. Hëna është larg tokës 33 toka larg, thot shkenca. Të bëjmë një provë. Dielli dhe tokën t'i zvoglojmë ashtu siç janë vetë të mëdhej me mallësinë e tyre që kanë me njëri tjetrin. Dielli zvoglohet 3 metra. Toka zvoglohet 25 cm sa një glob. Terri i tokës që krijon toka mbrapa vetes prej dritës së diellit që është 109 herë më i madh se toka. Shkon terri larg tokës në formë komike dhe deri kur të mbyllet sa 3 toka larg. Shkenca thot toka rrumbullakët e mbulon diellin, hënën me eklips. Ku bazohet shkenca me këtë thënie qershërake, sepse hëna është larg territ të tokës 30 toka të tjera larg. Shkenca gabuar, po ju pyes, ku e merr hëna ngjyrën e kuqe, sepse hëna është larg territ të tokës 30 toka të tjera larg. Hëna është me dritën e diellit gjithmonë. Pjesa e 3. Madhësia dhe largësia e diellit prej tokës. Shkenca thot, dielli është 109 herë më i madh se toka. Dielli është larg prej tokës 150 milion kilometra larg. Të bëjmë një provë që ta vërtetojmë mallësinë dhe largësinë e diellit prej tokës. Të fiksojmë një teleskop në tokë, me drejtim nga dielli. Dielli që është 109 herë më i madh se toka, brenda në teleskop. Dielli kalon për 2 minuta gjysmë nga njëri cep tek tjetri cep i diellit. Për provën që po bëjmë, globi është toka e zvogluar 25 cm. Të masim në glob sa janë 13 orë drite dhe sa janë 11 orë terr. Aty ku fillon dhe mbaron terri në glob, të bëjmë 2 vija të gjata në tokë, majtas dhe djathtas globit. Vijat do largohen njëra tjetrës me 3 metra, që vërteton mallësinë e diellit 109 herë më të madh se toka. Rrumbullak tokës së saj mallësia e diellit sa është e madhe dhe toka lën mbrapa vete 17 hapësira diellit. Herë 2 minuta gjysmë toka kalon një diell me rrumbullakësimin e saj, është e barabartë me 39 minuta dhe 1 sekond, dhe do të ishte koha jonë në tokë ditë dhe natë, jo 24 orë me këtë diell 109 herë më i madh se toka. Dielli që thot shkenca nuk vërteton mallësinë e tij 109 herë më të madh se toka, as largësinë e tij 150 milion kilometra larg prej tokës, sepse dielli është shumë më i vogël dhe shumë më afër tokës se rrafshet. Avionet që lënë tym vërtetojnë diellin mbi tokë. Vjen e tymit aty ku jemi ne, e shohim shumë lart nga toka. Larg në të majtë dhe në të gjatë e shohim në hark sikur është poshtë nga toka. Edhe ret e shiut i shohim me hark si një çadër e madhe. Kur jemi sipër vijes së tymit me një avion tjetër, vjen e tymit e shohim drejt mbi tokë, sepse avioni po fluturon drejt mbi tokë. Edhe 3 avion vërtetojnë diellin mbi tokë. Avioni i parë që po ulet shihet shumë lart nga toka.
Avioni i dytë dhe i tretë, që janë shumë më lart se avioni i parë, shihen shumë poshtë nga toka. Largësia e avionit të parë me avionin e tretë është larg 30 kilometra. Lartësia e avionit të tretë është 5 kilometra larg prej tokës. Avioni i tretë shihet sikur është rrafsh me tokën. Përse ndodh ky shikim në lartësi të larta, të gjitha këto janë vija të drejta sipër tokës. Ne që jemi në tokë jemi poshtë tyre, shohim të kundërtën e tyre me hark. Ky është dielli jon i vërtet që shikon diellin me hark, lindje dhe perëndim. Planetet i japin dritë diellit. Dielli është planet prej guri e dheut, i ndërtuar si gjithë planetet e tjera në hapësirë. Dielli dritën e merr nga planetet, dritë që merr diellin edhe rikthen mbrapa vetes shumë herë më të fuqishme, dhe krijohet dielli në hapësirë me dy mënyra. Gjysën e vetes poshtë nga toka e ka në terr, gjysën tjetër lart prej vetes e ka në dritë. Kjo është arsyeja pse dielli bën 13 orë dritë dhe 11 orë terr në tokë të rrafsht. Ky është dielli jon i vërtet, që nuk vdes kurrë sa të jetë planetet rreth tokës gjigante që japin dritë diellit. Hëna dhe planetet vërtetojnë dritën e diellit me dritën e tyre. Hëna dhe planetet gjysën e vetes e kanë në dritë, gjysën tjetër e kanë në terr. Hëna është planet prej gurit të dheut, e ndërtuar dhe jep dritë të fortë nga toka dhe guri i saj. Po dielli nuk ka mundësi që të jetë planet prej guri i dheut i ndërtuar me dritë të fuqishme. Ky është dielli i jon i vërtet me dritën e tij të fuqishme prej guri dhe prej dheu. Prova me pasqyrë zbulon nxehtësinë e diellit. Dritën e diellit ta rikthejmë në shtëpi me anën e pasqyrës. Nga ana nxehtë, drita e diellit në shtëpi, po brenda në shtëpi dritën e diellit ta rikthejmë me pasqyrën e dytë në dhomën tjetër dhe anën e nxehtë drita e diellit në dhomën tjetër, po përsëri, po të ishte dielli lamsh i zjarrt i ndërtuar, që thot shkenca, rikthimi i dritës së diellit 2 herë me pasqyrën në shtëpi do bënte vetëm dritë në shtëpi, jo nxehtësi, sepse pasqyra rikthen mbrapa vetes vetëm dritën e diellit, jo të nxehtin e diellit, sepse dielli është planet me dritë të fuqishme. Drita fuqishme me diellit ka vetëm forcën e nxehtësisë brenda vetes. Kjo është praktika e dritës. Ky është dielli jon i vërtet me dritën e tij që na nxën për ditë. Shkenca thot, dielli ka 9 milion gradë temperaturë. Lindja dhe perëndimi, dielli shihet i kuq. Gjatë ditës dielli shihet shumë kristal i bardhë me dritën e tij. Por se ndodh që ky ndryshim me diellin. Dhe kudo që jemi në tokë, lindja apo perëndim, dielli do shihet kristal i bardhë me dritën e tij, sepse dielli ka 9 milion gradë dritë të bardha të vetes. Si ka mundësi? Dielli shikohet i kuq, lindje dhe perëndim. Sepse arsyeja e dritës së diellit është ndryshe. Dielli që merr dritë nga planetet, dritën e merr sipër vetes më të fuqishme se sa ana është tij, sepse planetet janë sipër diellit që japin dritë diellit. Anash dielli fillon e bëhet me dritë të kuqe, deri kur të bëhet në terr, në gjysmë e poshtë nga toka komplet. Ne që jemi në tokë, kur të kalojmë nga drita e diellit në terrin e diellit, shohim dritën e kuqe të diellit në perëndim, deri kur nuk e shohim më dritën e diellit për 11 orë të tjera. Sepse kemi kaluar komplet në terrin e diellit. Dielli në tokë të rrafsh lëshon dritë dhe terr, 13 orë dritë dhe 11 orë terr. Shkenca jon gjithçka zbulon në hapësirën tonë, por ti kuptosh praktikat e tyre që bëjnë ato. Diçka tjetër shumë interesante. Shkenca thot, ka biliona diella të tjerë në hapësirë. Ne nga toka shohim vetëm dritë planetesh, po të kishte diej të tjerë në hapësirë, do shohim vetëm dritën e diejve të fuqishëm, jo dritën e planeteve. Sepse drita e diellit është 9 milion herë më e fuqishme se drita e planeteve, se planetet dielli i bën me dritë të fortë. Nuk kuptohet ku janë dijet e tjerë në hapësirë që thot shkenca. Në hapësirën tonë është vetëm një diell, e ky që shohim për ditë. Të gjithë planetet që janë me miliona planete rreth tokës gjigante dhe dielli ndriçon këto planete, këtë dritë planetesh shohim. Ne të gjithë nga toka jon. Ky është shikimi i hapësirës së planeteve tona vetëm me një diell. Kush e krijon kohën në tokë? Shkenca thot, toka me rrotullimin e saj rreth vetes, rreth diellit, ndan kohën në tokë, sekondin, minutin, orët dhe 24 orët dhe vitin prej vitit tjetër. Toka rrumbullakt bën rrotullimin rreth vetes 365 herë dhe një rrotullim rreth diellit për një vit. 3 vjetresht toka ndalet në të njëjtin drejtim me diellin. Mbyllet viti dhe aty fillon viti tjetër përsëri. Viti i katërt si del një ditë më shumë se 3 vite të tjera me 365 ditë. Në rast se toka vitin e katërt nuk e mbaron vitin aty ku e ka filluar vitin, ato planetet që shohim drejt me tokën çdo vit në të njëjtin muaj, nuk do të ishin më këto planete, po do të ishin do planete tjera drejt me tokën. Por kjo nuk ndodh me planetet sepse çdo vit shihen të njëjtat planete drejt me tokën në të njëjtin muaj.
Dielli rrotullohet rreth tokës, ndan kohën në tokë. Sekondin, minutin, orë dhe 24 orë, dielli me planetet ndan vitin prej vitit tjetër, sepse planetet për 24 orë rrotullohen më shpejt se dielli 4 minuta. Për një viti planetet rrotullohen më shpejt se dielli 24 orë. Planetet rrotullohen rreth tokës 364 herë, dielli 365 herë në vit. Dielli që lëviz lart e poshtë 6 muaj, veri dhe 6 muaj në jug, dielli mas një viti, kur të rikthehet mbrapa nga jugu, takohet me të njëjtat planete përsëri me 25 dhjetor, mbyllet dhe fillon vitin tjetër në jug përsëri. Planetet dhe dielli vitin e 4 rrotullohen një ditë më shumë rreth tokës se 3 vitet e tjera, sepse kështu e qet rrotullimin e tyre viti 4 që bën rrotullimin rreth tokës. 25 dhjetor shkurtohet nata dhe zgjatet dita. Për një muaj nata shkurtohet 40 minuta dhe zgjatet 20 minuta. Për 6 muaj nata shkurtohet 4 orë dhe zgjatet 2 orë. Në tokë të rrumbullakët si është e mundur, terri i tokës të shkurtohet më shumë se drita e tokës, sepse toka që ka dritën e diellit për të bardhë, terri që është mbas tokës, do shkurtohen ose do zgjaten një lloj me në tokë si terri si drita, sepse terri që është mbrapa tokës, atë mallësi ka terri gjithmonë. Toka e rrashtë vërteton terrin e saj. Dielli dritën e merr nga planetet. Në gjysmën e lartë prej vetes dielli është me dritë. Në gjysmën e poshtë nga toka dielli është në terr. Me 25 dhjetor dielli është nga ana e jugut. Terri i diellit që bie në tokë është më shumë nga veriu, kurse drita e diellit është nga ana e jugut dhe rreth Antarktides. Kur nata fillon dhe shkurtohet dhe dita zgjatet, dielli po rikthehet mbrapa në veri për 6 muaj. Terri i diellit që është në tokë lëviz dhe ulet poshtë territ nga jugu. Fillon edhe zmallohet terri rreth Antarktides deri kur të bëj Antarktidën në terr komplet. Drita e diellit e vjen nga mesi i tokës nga veriu. Kjo është arsyeja pse terri hapet më shumë se drita në tokë, sepse dielli është ai që bën dritë dhe terr në tokë të rrafsh 13 orë dritë dhe 11 orë terr. Pjesa e 4. Marsi shikohet ditën në mes tokës dhe diellit. Marsi është planeti i 4 larg prej diellit, thot shkenca. Po të ishte kjo vërtet, për 6 muaj rrotullim që bën Marsi rreth diellit do ishte larguar shumë larg tokës, sa 430 diell larg tokës. Marsi do të ishte në anën tjetër të diellit me tokën, ku dielli do të ishte në mesin e tyre. Si shihet Marsi ditën në mes tokës dhe diellit? Me këtë largësi dhe këtë pozicion që ka Marsi me tokën, kur nuk shikohet Marsi ditën, sepse drita e diellit ndriçon trullin e Marsit me dritë. Ne Marsin do e shohim nga toka vetëm natën, 3 muaj në vit, jo më. 9 muaj të tjerë nuk kena shans që të shohim Marsin ditën kur, nga toka rrumbullakët. Nga toka rrafshët, Marsi shikohet ditën. 25 dhjetor Marsi është shumë afër me diellin, e ndalon diellin mos të shkojë më poshtë në jug. Dielli kthehet mbrapa nga veriu që bën 6 muaj. Marsi vjen në veri nga lindja e diellit. Pas 6 muajsh me 25 qershor, Marsi përsëri është shumë afër me diellin dhe ndalon diellin mos të shkojë më lart në veri. Dielli përsëri bën 6 muaj të shkojë mbrapa nga jugu. Marsi ulet poshtë nga jugu dhe nga ana tjetër e diellit nga perëndimi. Marsi duke lëviz 6 muaj në veri dhe 6 muaj në jug dhe bën rrotullimin e plotë rreth tokës, rreth yllit polar dhe rreth diellit për një vit. Marsi është sipër tokës së rrafshët dhe është shumë afër tokës që shihet Marsi ditën. Marsi është i dyti planet larg prej tokës, vjen mbas Hënës. Marsi është i vetmi planet që rrotullohet rreth diellit dhe është planeti i diellit që kontrollon diellin në hapësirë me gravitetin e tij që ka Marsi me diellin. Kjo është arsyeja pse Marsi shihet ditën në mes tokës dhe diellit, sepse Marsi rrotullohet mbi tokë të rrafshët. E vërteta e yllit polar. Të gjitha planetet rrotullohen. Ylli polar nuk lëviz. Po të ishte toka rrumbullake që rrotullohet rreth diellit një muaj në vit, do shihet ylli polar që nuk lëviz, sepse toka është drejt vertikal poshtë yllit polar. 11 muaj të tjerë toka largohet shumë larg prej yllit polar me rrotullimin e saj rreth diellit. 11 muaj ylli polar do kishte lëvizur nga vendi i tij lart në hapësirë, sepse toka rrumbullakët nuk e merr më vete yllin polar rreth diellit. E vërteta e yllit polar që nuk lëviz është ndryshe. Një vit kam lënë teleskopin të fiksuar në tokë në drejtim nga ylli polar. Ylli polar nuk lëviz nga teleskopi gjatë gjithë vitit, sepse të gjitha planetet që janë me miliona planeta rrotullohen rreth tokës dhe rreth yllit polar. Ylli polar është në mes të planeteve në vijën e drejtë vertikale me polin e veriut në tokë. Poli i veriut në tokë është qendra dhe mesi i tokës tonë, ku toka rrotullohet rreth vetes, poshtë yllit polar. Ylli polar nuk ka shanse të lëviz nga vendi i tij gjatë vitit. Kjo është e vërteta e yllit polar që nuk lëviz në hapësirë. Yjet që lëvizin shpejt ku shkojnë.
Shkenca thot, yjet humbin gravitetin e tyre, rrotullohen shumë shpejt dhe përplasen me yjet e tjera. Vetëm 8 orë të një nate të rrim jashtë. Për 8 orë shohim 100 yje që lëvizin shpejt. Po t'i shohim yjet ditën janë 200 yje të tjerë për 16 orë. 24 orë bëhen 300 yje që lëvizin shpejt në hapësirë. Janë edhe 300 yje të tjerë që përplasen me këto yje. Sipas shkencës, 24 orë bëhen 600 yje që përplasen bashkë njëri me tjetrin. Sa yje bëhen për një vit që përplasen bashkë? Shkenca, çfarë lufte po ndodh në hapësirën e yjeve tona? E vërteta e yjeve që lëvizin shpejt është ndryshe. Yjet janë më të largët prej tokës gjigante. Ato yje që humbin gravitetin e tyre rrotullohen shumë shpejt rreth tokës. Nga shpejtësia shumë e madhe që arrin yjet rreth tokës, dritën e tyre e shohin si vite gjatë drite. Kur forca e tyre e gravitetit të jetë barabartë me njëri tjetrin, atëherë yjet ndalen në hapësirë. Asnjë përplasje yjesh nuk ndodh në hapësirën e yjeve tonë. Vetëm shpejtësia e madhe e yjeve rreth tokës ndodh. Kjo është shpejtësia vërtetë e yjeve. Toka pa hënën, pa diellin, pa planete dhe pa yje. Toka do t'ishte e vdekur, nuk do kishte jetë në tokë, sepse të gjitha këto planete që janë rreth tokës gjigante ja krijojnë mundësinë tokës që të krijohet jetë në tokë. Askush mos mendoj se ka jetë tjetër në planetet tona, sepse planetet nuk kanë shanse që të krijohen jetë si të tokës tonë. Shumë vite më herët edhe sot shkenca thot se ka jetë tjetër në planete. Kur nuk u zbuluan prova për këtë thënie qesharake dhe kur nuk do të zbulohen, vetëm thënie boshe thuhet. Shkenca kujton se ka miliona galaksi të tjera në hapësirë. Kjo është galaksia e planeteve tona, toka gjigante me planetet dhe yjet e veta që sillen rreth tokës tonë. Shkenca, po ju kujtojmë sa larg keni shkuar në hapësirë. Në rast se keni shkuar deri në Mars, Marsi është shumë afër tokës së rrafsht. Biliona dhe biliona planete dhe yje janë pas Marsit që rrotullohen rreth tokës gjigante. Këto planete dhe yje që sillen rreth tokës gjigante ju i quani galaksi të tjera, sepse kështu ju duken ju, sikur të ishin galaksira të tjera nga largësia e tyre që kanë prej tokës tonë. Fundi i hapësirës që na rrethon tokën tonë është deri tek yjet që lëvizin shpejt. Jashtë kësaj hapësire që na rrethon tokën tonë mes yjeve është një mister i paditur për ne të gjithë. Ne jemi shumë të vegjël dhe nuk kemi shanse që të dalim jashtë hapësirës që na rrethon toka e jon me planetet dhe yjet e veta. Ne mundohemi në jetën tonë të zbulojmë ato për dijenin tonë, sepse ky është qëllimi i jetës dhe e vërteta e jon. Në rast se dikush përpara nesh ka gabuar sepse aq ka kuptuar, do thotë që ne jetojmë mbi një botë të gabuar. Nëse ne i ndryshojmë ligjet e gabuara, nuk do të kapërcejmë kurrë gabimin e bërë. Prandaj shkencë, ju së pari duhet të ndryshoni jetën tuaj, sepse ndryshoni edhe jetën e një populli të tërë. Dhuratën e Zotit që na dhuroi hapësirën dhe tokën, me jetu ne të gjithë, ju e keni rikthyer në dhuratën e Big Bangut. Çfarë është Big Bang? Asgjë, sepse nga asgjëja nuk lind asgjë. Nga asgjë del asgjëja, shumë fishimi i asgjës jep rezultatin më shumë zero mbrapa. Si është e mundur që të besohet krijesën e tokës dhe të hapësirën nga Big Bang? Askush nuk e din krijesën e tokës dhe të hapësirës, sepse këto krijesa janë krijesat e Zotit dhe mbeten krijesat e Zotit, vetëm Ai e din. Ne jemi shumë të vegjël, sepse njeriu u krijua shumë shekuj pas tokës. Kur hapi syt njeriu i parë që erdhi në jetë, sheh vetin që ishte në tokë. Kjo është e vërteta e jetës sonë. Si mundet njeriu i jon të di krijesën e tokës dhe të hapësirës? Mendimet e njeriut në jetë janë thjesht vetëm mendime. Kur nuk duhet t'i bëjmë mendimet realitet si të vërteta, pa prova bindse. Se vjen një ditë që të bjen poshtë të gjitha mendimet e kota, që nuk kanë asnjë vlerë prove dhe fakte bindse, sepse jetojmë të gjithë ne mbi një tokë të rrafsht dhe rrafshi i saj na mban sipër vetes. Me kaq po e mbylli videon me urimin tim. Ju faleminderit shumë për shikimin tuaj. Nga Gjon Zogu.